Bismillahirrahmanirrahim. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Allahu fuqiplot në kaptinën Bakara, në ajetin 185, thot muaji i Ramazanit është muaji në të cilin ne e zbritëm Kur'anin. Nëse dikush do të pyeste cili është përkufizimi i muajit të Ramazanit, jo nga aspekti i dispozitave juridike fetare, mirë po nga aspekti i përshkrimit dhe njohjes me muajin e Ramazanit. Çfarë na është muaji i Ramazanit? Ndoshta kjo pjesë e këtij ajeti do të mund të përdorej si përkufizim që ne ta njohim në fakt dhe në thelb çfarë është muaji i Ramazanit. Prandaj Allahu fuqiplot thot muaji i Ramazanit është muaji në të cilin Allahu e zbriti Kur'anin. Tani ne si besimtar, si lexues të Kur'anit, sigurisht se kur e lexojmë këtë ajet, nuk duhet të lejojmë që të jemi të pavëmendshëm kur e lexojmë këtë ajet dhe këtë informat që Allahu tregon se muaji i Ramazanit është pikërisht ky muaj në të cilin Allahu e zbriti Kur'anin. Për çfarë arsye Allahu ja përshkruajti Ramazanit zbritjen e Kur'anit? Për faktin se, thonë ulemaja, në muajin e Ramazanit, leximi i Kur'anit nuk duhet të jetë sikurse ai leximi në muajt e rëndomt në 11 muaj të tjerë, nga se muslimani gjatë tërë vitit raportin e tij me Kur'anin e ka të vazhdueshëm. Mirë po, gjatë muajit të Ramazanit, leximi i Kur'anit duhet të jetë edhe më i madh. Ne duhet të qasemi edhe më shumë Kur'anit. Prandaj edhe muaji i Ramazanit njihet ndryshe edhe si muaji i Kur'anit. Është rasti i artë, është shumë shanse mirë për të gjithë ne. Gjatë këtij muaji të bekuar, gjatë këtij muaji të Kur'anit, të qasemi dhe të përkushtohemi Kur'anit çdo njeri nga ne, duke lexuar Kur'anin, duke medituar rreth Kur'anit, rreth kaptinave të caktuara të Kur'anit, rreth storjeve të caktuara të Kur'anit, madje pse jo edhe rreth ndonjë ajeti të caktuar, pastaj pse jo me familjarët tonë do të hapim tema dhe debate rreth temave që i përmbajnë ato ajete apo ai ajet. Prandaj le të jemi prej atyre njerëzve sikurse që na ka mësu dhe ka qenë praktika e të dashurit tonë Muhammedit a.s. që gjatë muajit të Ramazanit ju ka përkushtu Kur'anit maksimalisht. Gjibrili a.s. gjatë tërë muajit Ramazanit i ka ardhur pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam dhe së bashku edhe e kanë lexu edhe e kanë mësu Kur'anin. Kështu ka qenë edhe praktika e dietarëve tonë të mëdhenj islam, madje disa prej tyre i kanë braktisë të gjitha aktivitetet e tyre dhe janë marrë ekskluzivisht vetëm me Kur'anin. Madje edhe mësimet e tyre profesionale, edhe mësimet e tyre në aspektin akademik në xhamit e asaj kohe i kanë ndalë vetëm që në këtë muaj, që është muaji i Kur'anit, ti përkushtohen Kur'anit. Na mbetet neve që ta sfidojmë të gjithë veten dhe ta shfrytëzojmë këtë muaj të bekuar e të kënaqemi me thesaret dhe vlerat e Kur'anit famlart.